Ministria e Shëndetësisë ka lënë pacientët nën mëshirën e kompanive farmaceutike. Ose duhet t'i blejnë ilaqet sipas çmimeve që i përcaktojnë ata, ose nuk mund t'i blejnë fare. Lista e çmimeve të produkteve medicinale që ka hyrë në fuqi para 2 muajsh ka shkaktuar pakënaqësi te distributorët e produkteve farmaceutike dhe medicinale deri në atë mas sa refuzojnë t'i furnizojnë banatorët me produkte. Përveç shumë ilaqeve të tjera, nëpër banatore mungojnë ato më baziket, tretjet për infuzion si në ACL, ashtu edhe glukoza. Distributorët farmaceutik thonë që MSH-ja ka caktuar marzhë shumë të ulët të fitimit, e cila po ashtu ka një javë që po shpërfill pyetjet se si do t'i mbrojë pacientët nga kjo situatë. Lista zyrtare e çmimeve të produkteve medicinale përmban 3011 produkte. Sipas shifrave të paraqitura aty, barnat me çmim nën 100 euro kanë marrë shfitimi për kompanitë rreth 25% e ato mbi rreth 10%. E çmimi me pakicë në banatore rritet në shumicën e tyre edhe për rreth 10%. Bari më i shtrejt aty Tafamidisi, që kushton 11.558 euro e 80 cent, ka marrë shfitimi për kompanitë 1.155 euro e 88 cent, e për banatore edhe 1.017. Ky ilaq nuk gjendet në banatore e në Agjencinë e Barnave nuk treguam pse. E bari më i lirë vitamin B6 që kushton 14 cent, ka marrë 3 cent, tani shitet 1 euro 20 cent o 10 fish më shtrejt. Medikamenti tjetër që deri më tani është shitur afro 67% më shtrejt është ilaqi për kancer Avastin i 400 mg. Çmimin me shumicë e ka 836 euro e 88 cent. E në rastet kur gjendet në treg, pacientët e blejnë atë me çmim rreth 1400 euro. Ministria ja ka caktuar çmimin 994 euro e 21 cent. Një produkt tjetër ilustrues si hormoni i tiroidës Euthyrox, 25 mg tregon se ai shitet sa 3 fishi i vlerës së blerjes. Çmimin me shumicë e ka 52 cent, e pacientët e blejnë 1 euro e gjysmë. MSH-ja ja ka caktuar çmimin 70 cent. Aty përfshihet marzha për kompanitë 25% dhe ajo përshitje me pakicë 10%. Në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë treguar nëse e dinë që lista nuk po zbatohet, as për pakënaqësitë e distributorëve dhe as që pacientët janë bërë viktimë. Ka gati 2 javë prej kur koha ka pyetur në Ministrinë e Shëndetësisë nëse janë identifikuar kompanitë farmaceutike që kanë ndërprerë furnizimin me barna duke lënë qytetarët pa produkte bazike dhe nëse Ministria do të ndërmarrë ndonjë masë ndëshkuese ndaj tyre, por se në këtë institucion nuk kanë ofruar përgjigje. Shoqata e distributorëve farmaceutik është e pakënaqur me marzhën, thotë se ajo është 7.5%. Veç shteti në momentin e importit të barnave e vjel të vëshën prej 8% neto, kurse importuesve, distributorëve i është përcaktuar marzha 7.5% bruto. Kjo marzhë nuk mbulon as kostot bazike për të mundësuar regjistrimin dhe vendosjen e produkteve në treg. Si rrjedhoi, ka mungesë të produkteve në treg. 1 vit e gjysmë janë dashur Ministrisë së Shëndetësisë që ta bëjë listën finale zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale, si obligim që derivon nga ligji për çmimin e produkteve medicinale, i miratuar më 2023. Ligji ka për qëllim të sigurojë kostot të përballueshme të produkteve medicinale për qytetarët, duke përcaktuar dhe nivelizuar çmimet e tyre në treg.